ka Serbisë, që të dhjune... Ta kemi edhe një qëndrim nga Zotri Sopjani, e do vazhdojmë edhe më tej, Zotri Kuci. Zotri Sopjani, si e pat këtë pjesën e largimit tashmë të tërësishme të masave financiare ndaj Kosovës dhe besoni se me të vërtet ka lidhshmëri me pjesën e kompromisit për ligjin për të huajt? Pra një lloj lëshimit për nga ana e qeverisë dhe në anën tjetër një lloj avantazhi nga Bashkimi Evropian. Po në një farë forme ashtu edhe në publik dule edhe nga vetë zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Pra ata e ndërledhen në një farë forme në mënyrë të drejtë për drejtë këtë 3 mujorshin apo këtë periudhën kalimtare që dha qeveria me heqjen e masave. Normal që heqja e masave është një lajm jashtëzakonisht i mirë, marrë parasysh se si rezultati atyre masave Republika Kosovës ka pas humbje, jo vetëm financiare, mirë po edhe në rrafshin diplomatik, pra edhe në rrafshin e avancimit të shtetësisë së Republikës Kosovës. Sa i përket ligjit për të ujë, vetë ligjit në fjalë, unë kam pas fatin që t'jem edhe pjesë antar i grupit ngushtë punus të ligjit në fjalë, pra edhe në kohën kur është punu ligje ka një qëllim. Pra të rregulloj qëndrimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës. Shtetas të huaj janë gjithë ata që nuk janë shtetas së Republikës së Kosovës. Pra ligji në fjalë është në funksion të ligjshmërisë në përgjithësi dhe randit ligjor në Republikën e Kosovës. Sa i përket këtij 3 mujorshit, unë e vlerësoj që nuk ka kur gjë të keqe në këto, sepse ky 3 mujorsh është në funksion të integrimit të pakicës sërbe për brenda institucioneve të Republikës Kosovës dhe vetë teritorit të Republikës Kosovës, marrë parasysh se ka qenë një amulli, sa i përket me tekst veçan shtetave sërbë, shtetasve sërbë, pra dhe po ashtu edhe shtetasve të Republikës Kosovës që në një farë forme nuk e kanë pas të rregullum, ende nuk e kanë të rregullum 100% statusin e shtetasit në teritorin e Republikës Kosovës, duke pretenduar që ata janë shtetas të Serbisë dhe jetojnë në teritorin e Serbisë. Pra, këtë 3 mujorsh ju jep atyre një mundësi që përfundimisht të vendosin, se apo dojnë u pajis me dokumente të Republikës Kosovës dhe të trajtohen si shtetas të Republikës Kosovës, apo të trajtohen si shtetas të huaj. Pra, Sërbët e Serbisë janë shtetas të huaj për llogarit ligjit dhe rendit juridik në Republikën e Kosovës. Pra, ata që s'dojnë mu pajis me shtetësi pra të Republikës Kosovës, ata e kanë një mundësi me qëndru në Republikën e Kosovës në statusin e të huajit, pra përmes leje qëndrimit, edhe mundën vazhdohen me kusht që ti plotësojnë kushtet, pra të arsytojnë arsyeën pse duhet qëndrojnë në Republikën e Kosovës si çdo i huaj tjetër. Sepse secili shtetas i Republikës Kosovës që pretendon të qëndrojë më shumë se 6 muaj brenda një viti, pra më shumë se 3 muaj brenda 6 muajve dhe më shumë se 6 muaj brenda një viti, duhet gjithsesi të pajiset me leje qëndrim. Leje qëndrimi lëshohet për disa arsye, po më të zakonshmet janë për arsye punësimi, për arsye bashkimit familjar, për arsye shkollimi e kështu me radhë. Sidoqoftë, ata që aplikojnë për arsye punësimi, ata duhet të punësohen në një institucion privat, në një kompani private, e cila është e regjistruar pranë Agjencisë për regjistrimin e bizneseve në Republikën e Kosovës, apo kompani e huaj e cila ka përfaqësinë e regjistruar pranë kësaj agjencie. Pra, ligji për të huaj i parashek këtu. Nuk njeh ligji për të huaj institucione paralele që po flitet po njehen institucionet paralele, s'po njehen institucionet paralele, sepse pra gjitha janë deklarata politike. Gjitha janë deklarata politike, unë të paktën prej këtij veprimi kam pa 2 të mira, pra e para që u heqën masat, e dyta është që përfundimisht po rregullohet statusi i personave që i gravitojnë apo që janë në teritorin e Republikës Kosovës. Që përfundimisht të dihet sakt kush është qytetar, shtetas i Republikës Kosovës, kush është i huaj. Dhe nëse je i huaj, atëherë të obligohet të pajiset përmes procedurave parapara me këtë ligj dhe udhëzimet administrative që i ka ky ligj, me qëndrim
ligjor, pra qëndrim qoftë të përkohshëm, qoftë të përhershëm, mbi bazën e arsyeve që personi paraqet dhe fakteve që i mbështesin ato arsye që personi paraqet.